4 vite më parë me projekte të mëdha për transformim të kryeqytetit tonë të zemrës, sepse Prishtina nuk është vend i vogël, Prishtinën tash po e bëjmë metropol së bashku. E filluam me një vizion të qartë, filluam me qindra projekte, shumë prej tyre i krymë, shumë prej tyre janë në proces, e këto 4 vitet e ardhshme Prishtina do të lexoj, ju premtoj që së bashku Prishtina do të lexoj. Unazën e kryeqytetit, gjithsesi si projekt madhor që do ta shtyjmë përpara. Tash jemi edhe një koqir të lojrave mesdhetare 2030. Unazën e mbrëmshme po e përfundojmë rrugën Gjimgjema po ashtu. 10 shkolla kemi filluar, po i përfundojmë me plus 5 tjera, me mësim tërditor, me transport të ri të Prishtinës, po e vazhdojmë edhe transportin e ri metropolitan. Prishtina po lëzon. Prishtina tashmë është kryeqytet i artit e kulturës. Çdo vit secili shesh po mbushet me evente të ndryshme, turizmi është ngrit, qytetarët bota po vjen te ne. Kjo është Prishtina e ëndrave tona, Prishtina të cilën të gjithë e duam, Prishtinën që po e shtyjmë përpara së bashku. Sheshet nuk po na dalin boll, do t'i vazhdojmë dhe të xhamia more. Me projekte madhore si qyteti i mençur që e kemi menduar që është si ëndër, por tash është realitet, Prishtina ka shku për tej. Me projekte të tjera të cilat i kemi prezantuar, nuk ka asnjë dyshim që të gjithë ne do të mburremi me vendin ku jetojmë, me vendin e ëndrave tona, me vendin e mundësive, me vendin e kreativitetit e inovacionit, të gjithë së bashku Prishtinën po e bëjmë evropiane dhe ju falenderoj nga zemra që më keni besu. Edhe ecim përpara Prishtinën për te.